O ju besimtar, largoni nga alkooli dhe çdo pjedese, sepse ajo e shkatron mendjen dhe e hidhron Allahun te bareke ve teala dhe e largon njeriu nga përmendja e Allahut azza wa jall. Të dashur vëllezër besimtar, këshilloj veten time fillimisht, pastaj edhe juve, që ne të kujdesemi për namazin, sepse namazi është ylla kryesore e kësaj dini. Namazi është ylla kryesore e këtij dini. Ai i cili e ruan namazin e tij e ka ruajtur dinin e tij. Ai i cili është duke humbur namazin është duke humbur dinin e tij, fenë e tij. Namazi të sjell dritë, namazi të sjell bereqet, namazi të jep dritë në gjoksin tënd, në krahërorin tënd, në fytyrën tënde, në jetën e kësaj bote dhe në botën tjetër, dhe të ndalon nga veprat e këqija dhe veprat e ndaluara. O ju besimtarë, jep në zakatin me zemër të pastër, sepse ai e pastron pasurinë dhe është mëshirë për të varfërit. O ju besimtarë, ndëroni prindrit e juaj, respektoni prindrit e juaj, se kënaqësia e Allahut është në kënaqësinë e prindërve dhe hidhrimi i Allahut është në hidhrimin e prindërve. O ju besimtar, kujdesuni për jetimin, fshinja lotin atij, bëni mbështetje për ta, urdhëroni punën e mirë dhe ndaloni nga e keqja me urtësi, me butësi, me maturi dhe me sinqeritet. Largoni nga hamata, sepse ajo e shkatron pasurinë dhe e hidhron Allahun te bareku ve teala. O ju besimtar, largoni nga alkooli dhe çdo pjedese, sepse ajo e shkatron mendjen dhe e hidhron Allahun te bareku ve teala dhe e largon njeriu nga përmendja e Allahut azza wa jall. Andaj, le të jetë kjo festë madhështore, ky Kurban Bayram, le të jetë një mundësi e artë që ne ta ringjallëmi dashurinë tonë ndaj njëri tjetrit. Le të jetë një mundësi e artë që ne ta vizitojmë njëri tjetrin. Le të jetë një mundësi e artë ky Bayram, kjo festë madhështore, që ne t'ia shtrimi dorën e pajtimit nëse ti jemi dikon në hasm, Allahu na ruaj. Le të jetë ky Bayram një mundësi e artë që ne zemrat tanë t'i pashtrojmë dhe shpirtat tanë t'i pastrojmë nga mëkatet, nga gjunahet, nga inati, nga urrëtia, nga zilia, nga hasedi dhe çdo vepër e ligë dhe e keqe, sepse është një porosi profetike ku pejgamberi alayhi salam na tha: la tabaghadu ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. Mos e urrejni njëri tjetrin, mos e xhelozoni njëri tjetrin, mos ja ktheni shpinën njëri tjetrin, por bëhni robër të Allahut dhe bëhni vëllezër ndërmjet veti, se kjo është mesazhi hynor ku Allahu na porosit të jemi të bashkuar dhe mos të jemi të bashkë. Lut Allahu te bareke ve teala me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të larta, që Allahu fuqiplot, Allahu neve mëkatet tona, Allahu të na fal ya rabbil alamin. Lut Allahu azza wa jall, që Allahu te bareke ve teala hajjilive dhe tanë të cilat kanë shkuar në advent të bekuar, Allahu t'ja pranon ibadetet ya rabbil alamin. Lut Allahu te bareke ve teala, që Allahu azza wa jall me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të larta, Allahu neve të na mëshiron me mëshirën e tij të lartë ya rabbil alamin. Lut Allahu fuqiplot të ri dhe të reja tona, Allahu t'i udhëzoj, e mua nuk mbetet asgjë tjetër vetëm se për t'ia uruar të gjithë besimtarët anë e kënd botës dhe në veçantë ju të dashur të mi besimtarë dhe fshatarë të dashur fesën e Kurban Bayramit, dhe lutem Allahun fuqiplot, Allahu të na bashkon në hajër dhe të na mundëson të na pres edhe festa dhe gëzimet e tjera gjithë së bashku me familjarët tanë, me vëllezërit tanë, me prindrit tanë. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.